Doktor Agron, çfarë gjendje janë pacientë dhe sa pacientë janë shtrimin? Po t'ju themi drejtën para një ore, patëm një rrugë më të madhe të punës, me që rast hapësira tonë u gjendë diku në 19 pacient. Për shkak të lëndimeve të pësuara si pasojë e djegjeve, të shkaktuara nga një lloj spreji, si më thanë neve. Gjendja kryesisht djegjet janë shkollë sport, nuk kanë diçka rrezik për jetë, janë të trajtuar, pjesa dërmuesin trajtuar, besojmë që do të sa përket një do të rrugë. Aktualisht sa janë brenda? Çfarë gjendje kanë shëndetësore? Çfarë lëndime kanë? Po kryesisht janë djegje shkollës sport, në regionin e Fytyrës edhe të Durrëve. Ja, po na ka dhënë ty janë huna qyshe do të thonë. Regioni i Fytyrës e përfshin shumë. Ai kanë çrru, ai kanë ngrit as sprej apo çështë puna. Është djegje e shkollës sport. Doktor, prej disa pamjeve i pam disa njerëz me maska të shtrim aty. Për çka janë ato maska? Me maska? Rreth çapës. Jo, to veç janë personelet që muajnë maskat mbrojtëse. Jo, rreth çapës. Ne i pam disa xhirime. Çapore, ato çapore që na. Çaporet e çapës. Ato janë tjera lëndime, nuk janë të këtuet, janë lëndime të komunikacionit. Ne i pam aktivistë lëvizjes dhe vendosjes. Doktor, sa ligjyba është njëri ndër ta? Kush ka qit me fol? A i keni pa njerëzit që janë shtrim apo veç keni dalë me urdhë dikujt? Jo ai gore më të bëj. Jo ai gore, po s'na jap as informacion. Pa do të jeni të full. Pa do të jeni të full. O doktor, po aktivistat vor janë me çapore?